Çka vren të dikush kur e sheh për herë të parë? Veshjen, ftyrën, mënyrën që ec, a nashta diçka tjetër. Kjo ndodh automatikisht thot evolucioni si një sistem mbijetese i mendjes tonë për me gjyku shpejt se kush është i sigurt e kush jo. Ftyra jote tregon shumë, e në fakt ky studim tregon një fenomen shumë interesant se qysh njerëz me tipare fëminore të ftyrës ose baby face perceptohen si më sinqert edhe më të butë edhe nëse realiteti është krejt ndryshe. Pse ndodh kjo? Sepse truni jon është mësuar që fëmijët kanë nevojë për mbrojtje, kështu që instinktivisht i shohim këto tipare si të padëmshme edhe kur janë ftyrën e një rrituri. Po nuk është veç te ftyrat. Psikologu Sam Gosling ka zbulu se ambienti ku jeton tregon shumë për ty. Për shembull, zyra ose vetura pa dekore e pa fotografi mundet me nënkuptu që ai person dëshiron me mbajt jetën personale të ndame prej jetës publike. Përshtypjet e para janë aq të fuqishme saqë kanjëherë ato vendosin se qysh ka me u zhvillu një marrëdhënie pa pas nevojë për shumë fjalë. Po pse këto përshtypje zgjasin kaq shumë? Sepse kur ne krijojmë një përshtypje, truni jon krijon skema ose rrugë të shkurtra mentale për atë person. Prej atij momenti ne interpretojmë krejt sjelljet e atij personi brenda skemës. Nëse dikush duket inteligjent herën e parë që e sheh, ti e sheh si inteligjent edhe të tjera atëherë, edhe ki vështirë me ndryshu mendimin sepse truni don me kursy energji. Me ndryshu mendim kërkon përpjekje, duhesh me mendu, me analizu shumë, ndërsa përshtypja e parë është e lehtë, e shpejtë edhe më pak stresuese për trunin. E ti, ai beson përshtypjes të parë. Kallëzëm komente edhe bëja follow Urban FM 103.5 në YouTube edhe në krejt platforma tjera.